Lokale atë përgjithshme. Përgjithshme po thotë parlamentare po i bie. Jo, Se përgjithshme mund të jenë dyat. Varet për Parlamentaret. parlamentare. Po, kështu po thotë se do të thotë gjithë më shkon. Nëse mbahen tash. Nëse mbahen tash, Lidhja Demokratike e Kosovës. I fiton? Po. I fiton zgjedhjet Lidhja Demokratike e Kosovës nëse mbahen zgjedhjet. Pse po çuditësh? Po thu pse po çuditë më? Kish me qenë mirë. Definitivisht. A i ke seriozisht? Shumë. Okej. Pse diçka ju sjellni ka besoni diçka ju tjetër? Jo, po problemi është analiza edhe projektimi i dëshirave. Edhe unë muj me projektu dëshirë që Lidhja Demokratike me i fitu zgjedhjet. Po kjo veç dëshirë, nuk është analizë. Arsim Ramaj, thot ju përshëndes, thot zoti Matoshi më pëlqen kur nuk jam branë krahun asnjërit subjekt politik, se me të vërtet, thot si pas Matoshit edhe pajtohem edhe unë, thot kanë fajt të gjitha partit. Janë duke bloku procesin për inate personale dhe po shihet tash qarë se asnjëri nuk po ja don të mirën Kosovës dhe popullit. Zoti Ramaj e ka qëndrim. Unë menoj që këta burra dhe kjo zoja ja don të mirën Kosovës për mas pari vetës. E të naj qka tjetë për Kosovën, ndërka që po të ishin konstruktiv që shka qenë PDK ata zonë, gjatë fushotës, në zgjedhje, gjatë zgjedhje, pas zgjedhjeve të gjithë, domthonë kish pas ymyt që thot populli i Kosovës me dalë pe kësaj blokade, sepse punime kanë tregu leadership, por çështja është që pse une nuk jam moj krahun kërkujt, sepse une konsideroj që këta kanë bon komplot në shtetin e Kosovës prej çështjes së rendit simbolik, rendit kushtetues, prej 2013 nuk i zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare, për cilat Kosova nuk mundet me përparu në agendat e integrimeve europiane, as NATO, as ne. Ku kushtet krejt të pestit e kanë haru, o këben madje, që tapia e teritorit e tokës Kosovës duhet me qenë o këbe. Kush flet mo për këtë punë? Sepse për një kashot pushtet, për një tërë pushtet, këta janë gjendje me bloku edhe shtetin. Dhe, a ju kujtohet ju kur me takimin me zotin Krasniqi, kryeministri Kurti ka thonë, është blokum situatë për marrëveshjen ndërkombëtare. Pse tash Kurti s'vejgutet, edhe pse na kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare me votu në kuvend. Domthonjë se pas a se ka pas seriozisht atëherë, a se ka tash. Që të është problemi. Domthonjë, jo konsistenca këta i myt, sepse nuk shkrujnë, nuk mon shënime me honë me dotën kaq këmë thonë që shtu, sepse atë që shbedojnë politikanë Balkan. Punë e madhe që këmë thonë, i këmë ropi shmonë. Po, zoti Matoshi, tash po thëmë dyshe. Veç të djatë, po të kujtohet që pavarësisht ati zhbllokimit madhe dhe ati asaj udist madhe që për të zhbllokuar marrëveshjen ndërkombëtare, prap nuk kanë votuar për shumicën prej marrëveshjeve ndërkombëtare. Zonja Hatime, qytetari i Republikës Kosovës duhet me ditë një fakt. Me që to po ta thëmë edhe si vazhdo. Me shumicë absolute me 81 vot kanë kalu këto marrëveshje ndërkombëtare që është e 13-ës dialogut e marrëveshjes me Serbinë. Pajtom, disa kanë kaluar për... Ata nuk kanë qenë as Tunguz, nuk kanë qenë as Kaukaz, nuk kanë qenë as Afgan, po kanë qenë Kosovar, në onë me shumicë absolute shqiptare që e kanë qut dorën për diçka. Dhe tash nuk ka bojkot, nuk ka dëmtim në substancë maj madh i shtetit se mos me realizu zotimet edhe vendimet tua, sepse shtetet që i shkelin vendimet edhe ligjët e veta shpallën shtetet dështume sot në pyetje tjetër, Fatmir me Uka e Mim Rama gjithëve, thot nuk po e kuptoj zotin Rama dhe zonin Hajdari, pse po e kritikojnë zotin Abdigjiko që ka tregu që Kurti ka thonë se krimi i institucionit nuk është çështje urgjente. Dhe këtu po e ndërlidh edhe reagimin e presidentit të Këshillit Evropian Kosta. Jo, këto folëm më shumë për aspektin etik të